Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, kjo është i fshati Kapashtish, është afërsisht 250 km larg nga Tirana, kufiri me Greqi. Është një xhamia shumë e bukur mes qyteti edhe mes kodrave, në një vendi shumë e qetë, shumë mirë, shumë e bukur. Por xhamia është mbyllur, s'ka njeri që falet namaz tu. Akoma nuk kam takuar me një njeri që pyesim që ditën gjuma a vin dikush apo jo. Alhamdulillah, ja shohim një herë. Ka shkuar një vëlla musliman për të marrë çelësa për xhamia. Shohim si është gjendja xhamia. Alhamdulillah, kemi ardhur me një i dava të thrasim njerëzit i fshatit tek Allahu madhruar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.